Ndal menjëherë. 5 gabimet që po të shkatërrojnë vitin 2026 që në ditët e para. Ndal. Para se të bësh hapin e radhës në këtë javë të parë të janarit, duhet të dëgjosh këtë. Shumë njerëz mendojnë se viti i ri fillon me fishekzjarët e mesnatës, por e vërteta është se fati yt për 365 ditët e ardhshme vuloset pikërisht tani, në këto ditë të para. Viti 2026 nuk është një vit i zakonshëm. Sipas numerologjisë, ky është viti i fillimeve të mëdha, por edhe i rreziqeve të mëdha. Nëse i bën këto 5 gabime që do të t'i tregoj sot, ti nuk po nis thjesht një vit të ri, ti po ndërton një burg për veten tënde. Në këtë video do të zbulojmë pse 90% e njerëzve dështojnë që në javën e dytë dhe si mund të bëhesh ti pjesë e asaj një që do të dominojë këtë vit. Mos lëviz, sepse pika e tretë është ajo që po të vjedh energjinë pa e kuptuar fare. Sindroma e listës së vdekur. Gabimi i parë që po të shkatëron vitin është krijimi i listave gjigante me dëshira pa asnjë plan ekzekutimi. Ne i quajmë New Year Resolutions, por unë i quaj gënjeshtrat që i themi vetes. Pse të shkatëron? Kur shkruan dua të bëhem i pasur ose dua të dobësohem, truri yt merr një dozë dopamine sikur e ke arritur tashmë atë qëllim. Kjo të bën dembel. Çfarë ndodh në 2026? Ky vit kërkon precizion. Nëse ditët e para i kalon duke ëndërruar dhe jo duke ndërtuar sistemin, ti po i thua universit se je një spektator, jo një protagonist. Zgjidhja. Ndaloni së shkruari dëshira. Filloni të shkruani sisteme. Mos thuaj dua palestër, thuaj në orën 7 do të jem te dera e shtëpisë me atletët veshur. Ky ndryshim i vogël në ditët e para përcakton disiplinën tënde për gjithë vitin. Energjia e mbetur, pastrimi që harrove të bëje. Nuk mund të hysh në një pallat të ri me rrobat e vjetra e të pista. Gabimi i dytë fatal është mbajtja e mbeturinave të vitit 2025 në shtëpinë dhe mendjen tënde. Shkundja e mjedisit. Nëse në shtëpinë tënde ka ende sende të thyera, rroba që nuk i vesh, apo rrëmuj nëpër qoshe, ti po bllokon rrjedhën e energjisë së re. Janari kërkon hapësirë. Rrjetet sociale. Kush janë 5 personat e parë që shen në Instagram sapo zgjohesh? Nëse ata të shkaktojnë zili, pasiguri ose negativitet, fshi menjëherë. Sekreti i 2026. Ky vit do të jetë i shpejtë. Çdo gjë që të rëndon, do të bëjë të rrëzohesh. Pastro dollapët, pastro emailet dhe mbi të gjitha, pastro listën e miqve që nuk të rrisin. Bujaria e gabuar. Kush po ta vjedh kohën? Ky është gabimi që premtoja në fillim. Shumë njerëz nisin janarin duke u përpjekur t'i bëjnë të gjithë të lumtur. Pranojnë ftesa për kafe me njerëz që ankohen, dëgjojnë dramat e të tjerëve dhe harrojnë qëllimet e tyre. Vakumi i energjisë. Ditët e para të vitit janë si brumi i ngrohtë. Nëse lejon njerëzit toksik të fusin duart në brumin tënd, buka jote do të dalë e hidhur. Mëso të thuash jo. Nëse nuk thua jo në janar, nuk do të kesh forcë të thuash, por për mundësitë e mëdha në qershor. Eksperimenti. Prova e 3 ditëve. Mos ju përgjigj asnjë personi që të kërkon kohë për gjëra të parëndësishme. Shiko sa shumë energji do të kesh për projektet e tua. Gabimi financiar i festave të zgjatura. Ekziston një mit se në janar duhet të pushojmë sepse u lodhëm në dhjetor. Ky është kurthi i varfërisë. Psikologjia e paras. Nëse ditët e para të vitit i kalon duke shpenzuar pa kontroll për të mbyllur vrimat të festave, ose duke pritur që paraja të vijë vetë, ti po programon një vit me mungesa. Investimi i parë. Viti 2026 kërkon investim të vetja. Nëse shpenzon 50 euro për një drek, por asnjë cent për një libër apo një kurs që të rrit vlerën, ti po dështon. Lidhja me universin. Tregoj parave që ti je zoti i tyre. Krijo një fond lirie që në javën e parë, qoftë edhe me 10 euro. Ky është sinjali që ti je gati për bollët. Mungesa e heshtjes dhe intuitës. Gabimi i fundit dhe më i rëndësishmi. Zhurma e tepërt. Jemi të rrethuar nga njerëz që ulërin qëllimet e tyre, muzikë, njoftime dhe lajme. Mesazhi i ditëve të para.
Janari është koha kur universi të përshpërit rrugën që duhet të ndjekësh. Por nëse ti nuk ke 10 minuta heshtje në ditë, nuk do të dëgjosh kurrë. Shkalla e suksesit. Personat më të suksesshëm në botë e nisin vitin në izolim të pjesshëm. Ata reflektojnë. Gabimi yt është që po nxiton të hysh në garë, pa ditur se ku është vija e finishit. Të dashur miq, viti 2026 nuk fal. Ai është një mësues i rrept. Nëse shmang këto 5 gabime, ndërto sisteme, jo lista. Pastro mjedisin dhe mendjen. Mbro energjinë tënde nga njerëzit toksik. Investo te vetja para se të shpenzosh. Gjej kohë për heshtje. Unë të garantoj që ky do të jetë viti ku çdo gjë do të ndryshoj për ty. Shkruaj në komentet më poshtë fjalën e pranoj, nëse je gati të mos bësh më asnjë gabim dhe të marrësh në dorë fatin tënd. Dhe mos haro, asgjë nuk ndryshon nëse nuk ndryshon. Ti shihemi në videon tjetër, ku do të flasim për shenjat që do të kenë fatin më të madh financiar këtë muaj.